kanë vend. Të drejta tona ne si ndajmë këtu armiqës kanë vend. Çdo sekuencë e pamjeve filmike na erisolli në kujtesë dëshmorin dhe na bëri ta përjetojmë edhe më fuqishëm idealin e tij të përjetshëm për lirinë. Me rastin e 25 vjetorit të rënjes në altarin e lirisë të dëshmorit të kombit Musa Xhafer Hajrizi, për të hapur zyrtarisht ceremoninë përuruese, fjalën e rastit do ta ketë zotri Ferit Idrizi, kryetari i komunës. Të nderuar familje të dëshmorëve, veteran dhe invalid të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, e nderuara nën Nazmije, i nderuar Mehmet Hajrizi, veprimtar i çështjes kombëtare familjar i dëshmorëve Hajrizi, i nderuar autor i librit profesor Mentor Hajrizi, të nderuar recensent profesor nga Universiteti i Prishtinës, të gjithë ju të pranishëm, mirë se keni ardhur në këtë ditë të veçantë me rastin e përurimit të librit të dëshmorit të kombit Musa Hajrizi, heroizmi i një luftetari 25 vjet lavdi dhe përjetësi. Strofsi i artakollit të Çuçavicës është jo vetëm djep i frymëzimit dhe i dashurisë, por është edhe vend i herojve, i heroizmit, që në të gjitha luftat ju përgjigj armikut ballë për ballë e dhëm për dhëm, duke mos e lëshuar asnjëherë vendin, duke mos e lëkundur asnjëherë nga istikamet. Edhe në luftën e fundit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, atu u dëgjuan krismat e para të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, atu u dëgjuan edhe krismat e fundit, derisa e ndoqën armikun përfundimisht dhe çliruan vendin. Kjo familje me traditë adhetare dhe patriotike kishte fille të hershme dhe edhe sot dhe kësaj dite kur e viziton këtë familje, këtë vend, këtë trull të luftetarve, njeriu vetëm frymëzohet dhe don më shumë atë rregull. E nderuara familje Hajrizi, ju sot do të jeni krenar më shumë se çdo kusht tjetër, sepse ju i dhat jo vetëm familjes, por i dhat adheut dëshmor. Të gjithë ne që sot jemi në institucione,
që jetojmë dhe frymojmë lirshëm, pa frikën e askuj, do të jemi të vetëdijshëm se dëshmorët e deshen adhën më shumë se jetën. Andaj na sollën lirinë. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi dëshmorit të kombit Musa Hajrizi, falënderim dhe respekt të thellë për familjen Hajrizi. Faleminderit të gjithë juve që keni ardhur ta nderoni jetën dhe veprën e dëshmorit Musa Hajrizi. Faleminderit autorit për këtë libër që me mjeshtri i ka përmbledhur një histori të tërë për dëshmorin Musa Hajrizi. Faleminderit. Për të ndarë disa fjalë nderimi për jetën dhe idealin e Musa Hajrizit, në emër të gjitha familjeve të dëshmorëve që kanë dhënë binë detyre për lirinë e vendit, fjalën e rastit do ta marrë kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve në Vushtre, zotri Gzim Zuçaku. Po për unë me respekt dhe krenari për të gjithë dëshmorëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe për të gjithë dëshmorëve të tjerë të kombit shqiptar që në vazhdimsi ranë për mbrojtjen dhe bashkimin e popullit dhe trojeve tona të ndara. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në nder të kësaj akademie përkujtimore dhe përurimi i librit dhe monografisë në përvjetorin 25 të dëshmorit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Musa Xhafer Hajrizi. E dashur familje e dëshmorit Musa Hajrizi, bashkëluftetar të dëshmorit e ju pjesëmarrës, edukata familjare dhe ngulitja ideve shqiptare që në femëri i burmosi ata me idealet e lirisë. Prandaj nuk mund të ishin ndryshe vetëm se shqiptar. Ata që janë nismitar të luftës, sepse ishin pjesë e lëvizjes ilegale për çlirim. Prandaj nuk pritëm ftesë nga të tjerët, por i ftuan të tjerët që u bashkohen rradhave të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Edhe 100 jetë me i pas të gjitha të Jafar Shadheut, kjo ishte thënia komandantit ton, legjendar Adem Jasharit, i cili e deshti lirinë e këtij vendi dhe sakrifikoi familjen për lirinë e fëmijëve tanë. Prandaj nuk duhet qenë koshent për faktin se liria nuk falet. Se liria nuk fitohet në tryezën diplomatike, por liria fitohet me shumë mundime të mëdha, me djersë dhe gjak të pakursyer. Dëshmorët këto mësimi kishin nxjerr nga përvoja e madhe e popullit të vet. I tillë ishte edhe Musa Hajrizi. Sot nga ky vend, nga kjo fortore kushtuar dëshmorit, nderojmë shtyllën kryesore të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ushtarët dhe komandantet e saj. Lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës ishte një faqe e rëndësishme, jo vetëm në historinë e Kosovës, por në të gjitha troja shqiptare. Dëshmorët janë burimi i krenarisë dhe i lavdisë kombëtare. Prandaj, sot akademitë ne mujt i mbajnë. Mirë po përurimi i këtij libri i cili del në dritë, kjo është një pasuri e madhe që fëmijëve tanë ju lojmë, sepse lirinë nuk e fituam, nuk na dhuroi askush, por fituam me gjak dhe mundime të mëdha. Prandaj në emër të shoqatës së familjeve të dëshmorëve, i falenderoj të gjithë recisentit, autorët dhe profesorët që vetëm le të vazhdojnë kështu, sepse vetëm duke shkruar libra për dëshmorët tanë, ne mund t'ju dalim borxh atyre. Prandaj edhe një herë lavdi i dëshmorit të kombit Musa Xhafer Hajrizi, lavdi të gjithë të rëve për lirinë. Në emër të familjes, e ftojmë djalin e dëshmorit Musa Hajrizi, Albionin, për një fjalë rasti. Të nderuar të pranishëm familjar meq, bashkëluftetar e qytetar. Në këtë ditë të shënuar për kujtime, zemra më rreh mes dhimbjes e krenarisë, sepse kam nderin të qëndroj tani para jush si biri dëshmorit të kombit Musa Xhafer Hajrizi. Krenaria për të shtrihet për te familjes sonë. Ajo është e çdo shqiptari që e di se liria nuk u fitua me fjalë, por me gjak, me pushk e me zemër. Në këtë përvjetor të rënjes së tij, them me bindje të plot se edhe sot shpirti i tij ndriçohet nga rrezet e lirisë. Në luftë, ashtu si e kujtojnë shumë prej jush, ai mbante në dorë pushkën dhe në zemër fjalën e lirisë. Të nderuar musafir, në pamundësi të pranisë së saj sot këto, në emër të motrësi me Albionës dhe në emër të gjithë familjes Hajrizi, ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen dhe për nderimin që vja bëni veprës së tij. Lavdi e përjetshme për baban tim, lavdi e përjetshme për të gjithë dëshmorët e kombit. Faleminderit. E falenderojmë djalin e dëshmorit për fjalimin dhe për emocionet e forta që i transmetoi tek të gjithni. Le të hapim tani një pjesë tjetër të këtij përurimi. Dëshmori përveç talentit në këndim shquhej për krijimtarinë letrare. Më 28 nëntor 1999,
Në vendinjën e tij në strofë ai ka shkruar poezinë Port pa vdekur jeni, të cilën ua kishte kushtuar dëshmorëve të rënë në fshatin Opterush të Raovecit, mes tyre heroikisht kishte rënë edhe kushëriri i tij Hamdiu, me të cilin ishin të pandashëm ndër betejë. Këtë poezi origjinale të dëshmorit do ta interpretoj nxënësja e autorit Olta Thaqi. Por të pavdekur jene, ishte viti 98, data ishte 6, duke u kthyer nga një rrugë e shenjtë në një pritje urat. Luftuat si trimat, qëndruat si burrat, por thirrjeve të armikut s'ju përgjigj që threste për t'ju dorëzuar. Fshati Raovec, aty ku ju dha tjetën që kur mos me vdek. Do t'ju kujtojmë për jetë, o dëshmor të lirisë, që për lirinë e këtij vendi dha tjetën në lule të rinisë. Për vjuar me rrjedhën e përurimit, do të kaloj te fjala e recensuesve. Një vlerësim mbi rëndësinë e veprës monografike Musa Herizi, Heroizmi i një luftetari, do ta bëj profesori universitar Mentor Hasani. Sigurisht që është kënaqësi, nder, po dhe mos e veçantë sot flasim për një personalitet, për një figurë i cili që nga ditët e para të jetës së tij u rrit në një familje e cila për gjithë neve ishte model. Unë jam i bindur që sot secili nga ne jemi krenar për biton si Musa. Unë e di që me vetë faktin që jeni prezent këto, keni kuriozitetin me pa dhe me ditë më shumë për librin, për veprën, e cila i ka 10 kapitël, por unë nuk do të ndalem me fol specifikisht për këtë tekst me kaq shumë vlerë, për shkak se do të flas me kolegët e mi. Mirë, po mbetet tek ne të secili nga ne që ta lexojmë librin, që ta transmetojmë trive dhe treve tonë, fëmijëve tonë, që ta dinë më saktë dhe më drejt rrugën që ka kalu kjo shoqëni, rrugën që kanë kalu heronjt, dëshmorët, si Musa dhe shumë dëshmorë tjerë, për më mritje në këtë pikë ku jemi sot. Në një rast rrethon tjetër, para vitit 98, sigurisht që do të ishim kufizuar flisnim për dëshmorë heroj, në kushte rrethona të jashtëzakonshme, në kushte ilegaliteti për cilat rrështirë me fol para Bases Mehmet Herizi, i cili gjithë jetën e ka në veprimtari në shërbim të çështjes kombëtare. Prandaj, lejoni që të shpreh konsideratat e mia, respektin më të lartë për familjen Herizi. Qesin pushkën, faqët lumin, por se qojnë,
Fushë të dyta fitimtare krisen në pantin, dite muj lufton o shlani me u dorëzu nuk din, dite muj lufton o shlani me u dorëzu nuk din. Fort luftoj e u ilum t'pushka strofë si heroik, sa shumë rantri më t'ndruar në milice qetnik, sa shumë rantri më t'ndruar në milice qetnik. Hej, valku është të arta kall, pysin kur se din, fillon Mitrovice dhe mbaron Prishtin, busit nicron Syçavice si e i ban vushtris, krah i fort i Shalzbajgores mburoj për Drenis, krah i fort i Shalzbajgores mburoj për Drenis. Gjithmon me shpirt do t'këndojmë për ditë krenaren, sa tjet jeta në zemër bojmë ushtris lirimtare, sa tjet jeta në zemër bojmë ushtris lirimtare, oh hej. Historia e tyre shkruhet edhe në libra letrare e historik, po ashtu siç pasqyrohet figura e dëshmorit Musa Hajrizi në monografin kushtuar atij. Tani fjalën do ta ketë profesori universitar Skënder Lutfiu, i cili do të nxjerrë në pa vlerësimin e tij për këtë botim, që sipas tij vepra shpalos tablon e plot të jetës së luftetarit sy patrimbur. E nderuara dhe shumë e respektuara familja Hajrizi, i nderuar veprimtari i çështjes kombëtare Mehmet Hajrizi, qytetar të nderuar të komunës së Vushtrës dhe jo vetëm, zonja dhe zotrinj. Sot kemi nderin dhe privilegjin që të jemi të pranishëm këtu në qytetin e Vushtrës për të promovuar një vepër që i dedikohet veprimtarit të çështjes kombëtare dhe luftetarit të lirisë, pra dëshmorit të kombit Musa Hajrizi. Kjo vepër kushtuar veprimtarit dhe çlirimtarit Musa Hajrizi pasqyron në detaje veprimtarinë e tij në të gjitha periudhat historike dhe në të gjitha dimensionet. Ky fakt e bën më të vlefshëm jo vetëm këtë vepër shkencore, por edhe personalitetin e Musa Hajrizit, i cili në kontinuitet veproi për çështjen kombëtare. Autori ka pasqyruar edhe arealin ku ka jetuar dhe vepruar atletari dhe luftetari Musa Hajrizi, dhe gjithsesi ndikimin e rrethit familjar në formësimin e tij prej një atletari. Kjo vepër përbën një pasuri të çmuar për historinë lokale dhe atë kombëtare. Autori përmes kësaj vepre i ka dhënë brezave të sotëm dhe të ardhshëm një dritare të qartë përmes së cilës e kuptojmë kontributin e jashtëzakonshëm të një njeriu që nuk pushoi kurrë së punuari për çështjen kombëtare. Vepra që po e promovojmë sot e gjen vendin e saj natyrshëm në mesin e literaturës historiografike shqiptare, sepse biografitë e figurave të rëndësishme kanë qenë gjithnjë në interes të veçantë për lexuesin, studiuesin dhe të apasionuarit pas historisë. Ato shërbejnë jo vetëm si dëshmi për të kaluarën, por edhe si frymëzim për të tashmen dhe të ardhmen. Në veçanti figurat e tilla si ajo e Musa Hajrizit na kujtojnë se sa shumë mund të bëjë një individ i vetëm për të arritur çlirimin e vendit dhe kësaj për të jetësuar ëndrrën për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, për realizimin e së cilës u dasht sakrifica deri në flem nga brezat të shumt të shqiptarëve nga të gjitha viset etnike. Duke qenë se autori është vëllau i Musa Hajrizit, kam pas një dos të frikës që kjo vepër më tepër do të përbëhet nga pjesë të rrëfimeve emocionale dhe kësaj jo krejt objektive. Mirë po, autori, duke pas parasysh këtë fakt dhe duke ndjekur me përpikmëri metodologjinë e avancuar shkencore, ka bërë përpjekje serioze dhe profesionale për të ruajtur objektivitetin historik, për të ndërtuar në fakt një rrëfim të bazuar në fakte, bibliografi të gjerë dhe dëshmi gojore që pasqyron me dinjitet figurën e veprimtarit dhe dëshmorit të kombit Musa Hajrizi. Në fakt, të qenerit vëllai i këtij veprimtari dhe luftetarit të shuar ka qenë edhe favorizuese sepse ka ndjekur nga afër veprimtarinë e tij dhe kësaj ka ofruar të dhëna të detajuara të cilat mundsojnë për të pasur një tablo të plot të veprimtarisë së tij, duke përfshirë këtu edhe inserte nga jeta private.
Veprimtaria e tij kap një harë kohor të gjatë që fillon me aktivitetet e tij në të mirë të çështjes kombëtare gjatë viteve të 90-ta, të cilat kulmojnë gjithsesi me përfshirjen e tij në radhët e ushtrisë shërbëtare të Kosovës. Për të qenë sa më mirë e organizuar, vepra është ndarë në 10 kapituj dhe në 10 nën kapituj, në të cilët pasqyrohet jo vetëm jeta dhe veprimtaria e luftëtarit dhe çlirëmtarit Musa Hajrizit, duke ndjekur një linjë të qartë kronologjike dhe tematike, por edhe të dhëna me rëndësi siç janë ato për popullsinë e fshatit Strovc dhe gjendjen e saj socio-ekonomike gjatë shekullit 20. Në këtë vepër, krahas kontributit të Musa Hajrizit, gjenden të dhëna me rëndësi edhe për antarët në fakt të tjerë të kësaj familje, si shembull Mehmet Hajrizit, kontributi të cilit në lëvizjet e fshatat detare tashmë është i njohur nga të gjithë ne. Vetëm Mehmet Hajrizi dhe Jeher Hajrizi nga organet e pushtetit jugosllav komunist, domethënë janë dënuar për veprimtari të fshat detare me 23 vjet burg. Duke u mbështetur në përvojën time profesionale, mund të konstatoj me bindje se mentor Hajrizi përmes kësaj vepre ka dhënë një kontribut të çmuar jo vetëm për brezin ton, por edhe për gjeneratat që do të vinë. Studiuesit e fushave të ndryshme tashmë kanë në dorë një vepër me vlera të shumta historike, e cila do të shërbejë si burim i besueshëm në ulëmtimet e ardhshme mbi zhvillimin e veprimtarisë detare dhe luftës së ushtrisë shërbëtare të Kosovës në rajonin e Vështrës dhe Mëxher. Në fund, nuk na mbetet tjetër veçse të falenderojmë nga zemra autorin për këtë kontribut të vyer dhe t'i urojmë shëndet mirë dhe suksese të vazhdueshme në krijimtarinë e tij. Le të jetë kjo vepër nxitje për të tjerë studiues për të hulumtuar figura të ngjashme që shpesh herë mbesin të pandriçuara në historiografinë tonë. Faleminderit për prezencën tuaj dhe uroj lexim të këndshëm të kësaj vepre me vlera të veçanta historike e kombëtare. Faleminderit. Programi na sjell në një moment të veçantë. Interpretimin e poezisë Ushtari i Lirisë do ta interpretojmë Besa e Dëshmorit dhe autorit Erin Hajrizi. Shkove së shpejti, o gje Musa, na i thave të zemrat, s'ka gëzim më. Ishte dite prante, e stinës vjeshtore, në agim të asaj dite, plum t'i agjën e more. Shokët e këti trimi, mbërritë në bërë të shtëpis, radësh mor Musa, altari liris. Mos vajtoni trimin, mos qani me lot, për lirinë e Kosovës, jetën a i da sot. Lavdi. Pas këtij momenti do të flasë profesori tjetër universitar, Dorajet Imeri, i cili do të ofrojë një vështrim kritik mbi veprën monografike kushtuar dëshmorit. Natyrisht do të provoj që në pikat e shkurta të prezantoj disa fjalë për veprën e profesorit të nderuar Mentor Hajrizi, kushtuar dëshmorit të kombit Musa Hajrizi, që është një vepër që e kalon kufijtë e një biografie klasike dhe ngritet në nivelin e një dokumenti me rëndësi kombëtare. Ne kemi shumë dëshmor, por pak monografi, dhe ajo që tha profesori është më të drejtë. Ne se kemi zbuluar mjaftueshëm në kaluarën tonë historike. Kjo vepër përfason një ndërthurje të fuqishme midis kujtesës dhe historisë, duke dhënë figurës së Musës dimensionin e plotë të një simboli të sakrificës dhe përjetësisë shqiptare. Kjo vepër është më shumë se një rrëfim jetësor. Ai është një testament i gjallë i një shpirti adetar që ka karakterizuar brezat e të shqiptarësh. Autori ndërton veprën mbi një bazë të gjerë dokumentesh, arkivash, por edhe dokumente të tjera të cilat i japin rrëfimit një autenticitet të pakontestueshëm. Përmes kësaj shumëllojshmërie e burimesh, monografia arrin të ndërtojë një tablet plot, atë që tha profesori më parë, të dëshmorit Musa Hajrizi, por edhe të artakollit të tërsi. Gjuha e përdorur nga autori është e pasur, e rrjedhshme dhe njëherë është edhe ngratë. Ai arrin që të ruajë ekuilibrin e tonit emocional duke qenë vllai i dëshmorit, dhe në të njëjtën kohë e ruan linjën akademike për çfarë është i thirrur, duke bërë kështu veprën të qasshme për lexuesin, si dhe të zakonshme për ta, sikundër edhe një burim shumë i rëndësishëm, burim historik i rëndësishëm. Kjo aftësi për të bashkuar në njërin anë ndjeshmërinë dhe në anën tjetër objektivitetin është pika më e fortë e kësaj monografie. Duke mos dashur që të përsëris fjalët e njëjta që u thanë më herët, them se monografia e Musa Hajrizi, Heroizmi i një luftatari, është më shumë se një përmbledhje faktesh dhe kujtimesh. Ajo është një thirrje fuqishme për reflektim mbi idealin që ka ndërtuar identitetin tonë kombëtar. Kjo vepër oflet një kësqesh të kaluarës, të tashmes dhe të ardhmes,
duke na kujtuar se liria nuk është një dhuratë, por është një përpjekje vazhdueshme që kërkon kujtesë, përkushtim dhe respekt ndaj atyre që dhanë gjithçka për të. Nëpërmjet kësaj monografie, profesor Mentar Hajrizi arrin jo vetëm të përjetësoj figurën e vllaut të tij, por edhe të përforcojë ndjenjën tonë kolektive për mirënjohjen ndaj atyre që dhanë gjithçka dhe u bën burim frymëzimit për lirinë e Kosovës. Vepra është një dëshmi e përjetshme e heroizmit, e humanizmit dhe dashurisë për atë. Tre shtylla mbi të cilën qëndron kujtesa jonë historike. Faleminderit. Falenderojmë profesorin Imeri, ndërkaq të nderuar pjesëmarrës të këtij përurimi. Për vazhduar në këtë çast solem do të hapim një dritare nga përvoja personale e dëshmorit me leximin e një fragmenti të shkurtër. Në faqen e ditarit të tij nga koha e luftës, Musa Hajrizi kishte lënë këto fjalë të pashlyeshme. Mars 1998. Në sytë e mi sa do e vështirë dhe ngatruar të jetë rruga drejt lirisë, ka diçka që mbush me shpresë dhe me besim, krisma e pushkës së lirisë. Ajo do të vijë dhe do të jetë e merituar. Më 1998 në muajin e pranverës, ndjeva një thirrje të fuqishme për të kontribuar në luftën për shlirimin e Kosovës. Për të arritur lirinë e shumëpritur, ju bashkova ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ky vendim forcoi vullnetin dhe trupin tim, më shtoi entuziazmin për atë dhe dashurinë. Atë u kërkonte flijim dhe unë si shumë të tjerë, isha gati të sakrifikoja gjithçka për të realizuar ëndrrën e një lirie të qëndrueshme. Dëshmori Musa Xhafer Hajrizi, ashtu siç e kishte thënë, e dëshmoi me jetën e tij ëndrrën e madhe për liri. Vepra e tij heroike sot jeton në kujtime, në këngë e tashmë edhe në këtë vepër monografike që lindi nga dashuria dhe borxhi vllazëror i autorit, profesorit Mentar Hajrizi. Autori ka skalitur emrin e të vëllait në kujtesën historike të popullit shqiptar. Për të shprehur falënderimin dhe mirënjohjen e tij të sinqertë, e ftojmë autorin e veprës për një fjalë rasti. Besoj se nga të gjithë e kam më së vështiri të flasëm tani dhe emocionet më të mëdha i përjetova kur një PM, djali i dëshmorit, doli këto dhe i tha gjitha ato fjalë. Mua si autor nuk më takon që sot të flas për diçka që unë kam bërë, për një punë që unë kam bërë. Këtu shoh njerëz shumë të mençur se sa unë, shumë më të përgatitur se sa unë. Dhe ju do t'jeni ata që do t'a japni vlerësimin për punën që kam bërë. Nuk them se kam bërë punë të përkryer, se mund të ketë edhe ndonjë lëshim, por jam munduar që me lot e me zemër ta shkruaj këtë libër. Madje po shkpus një sekuencë kur unë po rrija me orë të tëra, edhe ditën, edhe natën duke punuar në libër, dhe nëna më thoshte: "Djali im, mjaft më, ndalo këto." Ndërkaq unë po i thosha: "Nën, ai kishte shkuar në Shqipëri me bashkëluftetar në këmbë me orë të tëra dhe nuk ishte dorëzuar kurrë. Asun nuk e kam ndërmend të dorëzohem, por do ta çoj deri në fund një borxh vllazëror. Atë të vllait tim, që kur unë isha i vogël, më thoshte: "Vetëm mëso ti, mëso dhe vetëm mëso." Por, sigurisht që në atë kohë ne nuk i kishim edhe kushtet aq të mira. Unë lakmoja si fëmijë për një biçikletë. E di sa vështirë ishte të siguronte të hollat, dhe këtë ja kishte arritur të ma siguronte biçikletën. Por nuk e kishte shkuar gjatë dhe kishte ndruar jetë. E sot, unë nuk do të derdh lot këto, por duam që bashkë të buzëqeshim, sepse ai tani u përjetësua në historinë e popullit tonë. Këtu kam shumë kolegë, profesor, gazetar, kam nën kryetaren, kam nënën time për të cilën unë nuk kursej asgjë, kur, asnjëherë. Dhe mund të them se për mua momenti më i vështirë ishte
kur intervistoja nënën. Derdh lot nëna dhe derdh lot unë. Dhe rrëfimi i nënës sime do t'ju bëj vërtet me lot sa po ta lexoni, por ata do t'jenë lot krenarie. Të dashur të pranishëm, unë shkputa disa prej atyre që më ka ndodhur mua personalisht teksa po punoja në këtë vepër, që mund të them është voluminoze, është e vërtet, por pse është? Sepse dëshmori ka lënë me të vërtet një vepër të pasur, dhe ky libër është kështu siç e shihni ju. Libri, thënë të drejtën, nuk do ta kishte marrë vlerën ose këtë formë që po e shihni ju pa ndihmesën e recensentëve të librit, që unë po besoj kam bërë një përzgjedhje të duhur, e sidomos profesori mentor ka qenë vazhdimisht me mua në kontakt, shpesh jemi kundërshtuar dhe për kundërshtimin më të madh kemi pasur pikërisht te titulli. Unë pa ta vendosur në fillim ke një titull tjetër që ishte figurativ dhe me të drejtë profesori mentor më tha emnaku im, më tha që më mirë është ta bëjmë një titull ku simbolizon trimërinë e dëshmorit. Dhe unë isha dakord, pas shumë varianteve të ndryshme, arrita ta sjell titullin me librin Musa Hajrizi, heroizëm i një luftëtari, ku edhe pasqyron 25 vjetorin e lavdisë së tij. Konsulent të librit kam pasur edhe mësuesin tim shumë të nderuar, Habib Mustafën, dhe xhaxhain tim, i cili po ashtu me shumë dhembje, po edhe mungesë të vllait tim, të nipit të vet që e donte aq shumë sa asnjëherë nuk ndaheshin, më ka ndihmuar me të vërtet dhe më ka siguruar materiale të cilat as syri im nuk i kishte parë më herët. Dhe këtu mund të shihni materiale që do t'ju hyjnë në punë shumë, edhe ju, por edhe studiuesve që mund të bënë në të ardhmen studiues të historisë, të letërsisë e kështu me radhë. Pas zgjatur më shumë, unë ju falenderoj shumë nga zemra dhe me të vërtet ju më keni nderuar mua sot. Të gjithë këto që jeni, për mua jeni njerëzit më të vlefshëm. Ju falenderoj sinqerisht. Ju falenderit për vëmendjen, shëndet dhe gjithë të mirat për ju. Dysh në vitin 75 erdhe në jetë në fshatin Stros, si të mpret e mendje hol, si për dije edhe për shkoll. Fjallën e burit e mësove në odë, prej të parve me nder me bes, me zë të fort, pa kthim brapa në gjurmë të tyre, esje me hapa. Kur na u linde Musa o trim, na u mbush shtëpia plot me gëzim, familja për ty. Gjysh Ibrahim me gjysh Jana Ilja, baba Shaferje, nëna Nazmia, unë dijen krenare të bekuar, se djalë të tilë kishin gëzuar. Me ty u gëzuan vëllezër e motra, shak shallarët, e gjithë vatëra. Shpresa jote ishte liri, more rrugën për Shqipëri,
që na